Ndaj dhe ne në rrugën tonë patëm rrugë të gjatë, të mundimshme. Kur e nisëm, fitoria askund nuk vegonte në horizont. Po unë ju jap ju fjalën deri që kur nuk do të mirja përsi për të drejtoja ju, po të mos besoja tek fitoria. Jo. Dhe besimin tek fitoria buronte nga guximi juaj, buronte nga vendosmëria juaj, buronte nga dhetaria juaj, nga dashuria juaj për këtë vend. Ndaj dhe për ta mbyllë këtë kapitull, unë do të përulem me ndërim para jush për veprën tuaj, me ndërimin më të thellë dhe të shpërbindjen se këto që kaluam ne na kanë farktuar ne për një betejë tret fuqishme për të përmbysur ramadurën e Europës. Ne vim sot në këtë kuvend si forcë politike që përmbushëm një nga prej detyrimet tona më kryesore, mbrojtja e votës. Në betejën tonë jemi përballë jo vetëm me mafjen më të rrezikshme të Europë, qeverinë mafioze më të rrezikshme në Europë, por jemi përballë me mediat e saj të kontrolluara prej saj, të cilat 24 orë mbi 24 orë, një lloj si në diktaturat totalitare, armikun e brendshëm demonizojnë opozitën. Një lloj me media të cilat fjalën e lirë e shtrojnë në mashtrim, fjalën e lirë e shtrojnë në trillim për të mbrojtur qeverinë. Për çka ajo i paguën me taksat e taks paguesve. Të vjedhura nga taks paguesit u përballën me kartel të drogës. Po 10-100 për jush në qytetet ku ato sundojnë, ku bëjnë ligjin, ishtë armiqtë të tyre. Pra, i ka përcyer të gjitha këto. Sot nuk jemi me forca politike që lufton në mbrojtje. Jo, sot jemi forca politike në kilometrin e fundit, në kilometrin që ecim drejt fitores. Në këtë kilometër të fundit të kësaj marathonet, ne kemi detyra shumë të rëndësishme, detyra dhe detyrime kapitale. Detyra jonë numër 1, që ja u kemi borxh demokratëve dhe shqiptarëve, është ripartitja. I ka përcyer të gjitha barrikadat që na vunë përpara. E futëm në rreth të kuq narkodiktatorin,
Diku e thrasin Ramaduro, të tjerë e thrasin Edi Balluku, kurse ne do të largojmë atë me çdo shpim nga pushteti. Demokratë e demokratë, ja ku jemi këtu, tu themi shqiptarve, se për ne, njerëzit që adhurojnë kombit dhe flamurin e tij, për ne, flamuri kombëtar do mbetet në gjysmë shtiz, gjersa flamuri votës lirë të shqiptarve të valvitet krahti. Betejë jonë është betejë për flamur, është betejë për dinjitet kombëtar, është betejë për lirinë e shqiptarve. Na edhe ripërtritja e partisë është dhe duhet jetë vepra jonë me mostore. Duhet jetë vepra jonë për të ripërshtrinë nesër në Shqipërinë. Duhet jetë vepra jonë për të krijuar shqiptarëve votën e për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Ripërtritja e Partisë Demokratike pa kupton para zgjithash vizion, po ka program më madhështor se sa programi ynë. Ju garantoj se nuk ka. Nuk ka program më madhështor. Por ky program bombardohet çdo minutë, çdo orë nga mediat e qeverisë, të cilat përsërisin në sintoni se Partia Demokratike s'ka program. Kush nuk ka program? Partia e ëndrave të shqiptarve. Si nuk ka program? Pa kthemi pak mbrapsht. A nuk ishte ëndër antarësimi i Shqipërisë në Këshillin e Europës? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër? A nuk ishte ëndër rruga e kombit? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër heqja e vizave, arritja e jetës shqiptarëve? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër antarësimi i Shqipërisë në NATO? Kush e bëri realitet? A nuk ishte ëndër? A nuk ishin ëndër projektet më të mëdha energjetike të korave, tapi dhe kaskade e Devollit? Kush i bëri realitet? Kush e thot se demokratët nuk kanë program? E thonë ata të cilët nga mëngjesi gjërndark mbaj nison, e partisë që ju rrëmbeu ëndrat shqiptarve, e partisë që u shkelmon ëndrat shqiptarve, e partisë që la Shqipërinë pa ëndër, partisë krimit. Ne jo. Ne me vizionin tonë do bëjmë që veprat që përbëndëm më parë të duken të mesme në krahasim me ato tjerat.